Fillimi i çdo muaji shoqërohet me të njëjtin problem për pensionistët në Vlorë. Qindra të moshuar detyrohen të presin me orë të tëra në ambientin e postës shqiptare për të tërhequr pensionin e tyre. Radhët e gjata, mos funksionimi her pas hershëm i sistemit dhe mungesa e vendeve ku mund të ulen gjatë pritjes sa bëjnë këtë proces edhe më të vështirë. Pensionistët shprehen se mbërrin pranë postës që rreth orës 6 të mëngjesit për të marrë pensionin sa më shpejt, por në shumë raste detyrohen të presin deri në mesditë. Pensionistët thonë se situata përsëritet pothuajse çdo fillim muaji dhe kërkojnë një organizim më të mirë të shërbimit, në mënyrë që mos të detyrohen të qëndrojnë për orë të tëra në këmbë, shpesh edhe në temperatura të larta. Sipas tyre, zgjidhja do të ishte vendosja e një sistemi me numra rendor, siç funksionon në shumë vende europiane, mes tyre edhe Italia. Kjo, sipas pensionistëve, do të shmangte shtyrjen në radhë, konfuzionin dhe pritjet e gjata, duke u ofruar atyre një shërbim më dinjitos dhe më të organizuar. Faktë dy janë një rishqequr. Ndoshta që nga Covid që duhen dy plotë një bosh. Është lotë në dy të fizikë. Tu shumë e vare, po këtu nuk funksionoj shumë gjera. Përse do të bosh. Këtu do të kishte një numrator, çdo pensionist merrte numrin e të numërosur. Edhe ato të fishte, ose s'ka nevojë të tregon numratori 7-8. Këtu shtyje, është shumë e vështirë kjo, marrja e pensionit, po ka edhe të shkëlqyer, sa këtu. Pse nuk ta kopjojnë lektë me nga gjithë. Do ishe shumë normale që ose njerëzit do të funksionon me një numrator. Edhe njerëzit e ka dhe të sëmoqë në një dhe fita të se 4 njerëzit. Atërë, 5 gërmat e para datë njërë, 3 gërmat e dyta datë njërë, 2, 3, dhe kishtë një radhë punë të qivizur një organizim të shkëshuar. Ligjë, datat, na njështë të kërë pa. Ka sistem tani po. Parë po nuk ishë shumë njërë. Duhet po s'ka. Ja të huta pensionet tuaj, nuk i dilet. Po shumë është, ja, kemi 4 orë. Shumë është. Po që se, ja, të tjerët vine jo japin një kokë, jo me qikë. Atëre jo me një qikë shëgjeri edhe ne plet jere një kështu. Kam 4 orë, ja, po rritu. E së murë jam, që të bëjmë. Ska këtësi, ska ku janë, i thosh i polica, po ku janë polica. Vitë qojnë këtësia, të qojnë regula. Edhe i rrime këtu atë keqenë në lodhe një. Udro? Gjithmonë kështu ka ishë. Po kështu ka gjithë. Ka një 3-4 dite, pastaj në bjeni qikës. Edhe juve u falen. Pensionet janë të ultra vëlla, nuk i dilet do të pare me pensionistat. Me domatet janë të larta, speca, drejt, sarkabatet janë në Përmeni pensioni lodhe? Këtu, gruja ime tani erdi, e kam të sëmur, me alqirë në kam. Tualet njerë në ratë parë. Ka shumë radhë dhe konsekvenca. Nuk i merë do të, ratë data 3, 1, 2, 3 sot. Unë kisha qënë data 1, po rajë shumë. E kupton? Rapa se, edhe i valitët po ashtu prapë. Po filloj, po i heqë. Fare, po i shkurtoj. Si i valitët Është e lodhshme për kjo radha këtu ka shumë? Si? Është e lodhshme kjo radha këtu? Kjo radha bie në mëngjes, në orën 6, këtu, ishte radha buqur atu, plot. Sa u shkullin plokët të njëri tjetër, jytë një sipër gra. Faleminderit shumë. Pensionistët kërkojnë që institucionet të marrin masa konkrete për të përmirësuar organizimin e shërbimit, në mënyrë që çdo fillim muaji të mos kthehet në një ditë të gjatë pritjeje dhe lodhjeje për ta.